A nuk ju nxit fakti që besimtarët janë vëllezër dhe të jemi të dashur dhe bashkëpunues në të mira me njëri tjetrin? A nuk ju nxit fakti që besimtarët janë dashurit e Allahut dhe ne t'i trajtojmë dhe t'a shohim njëri tjetrin si tillë, si i dashur i Zotit? A nuk ju nxit edhe nuk ju lëviz as pak zemrën fakti se, o njerëzit e besimit, fakti se më i mëshirshmi nga krijesat do ta mëshiroj vetë më i madhi mëshirues Allahu xhalleshanuhu? A nuk ju frikson fakti se pasuria, gjaku dhe nderi i tjetrit është i shenjtë dhe nuk duhen prekur dhe nuk duhen cënuar as pak? Nuk duhen cënuar dhe nuk duhen prekur, sepse janë të shenjta. Nuk takojnë ty as një fije floku dhe ti duhet largohesh nga ato, nuk duhet t'i cënosh ato, sepse i hyn hak tjetrit, po ke hak edhe ke Allahu xhalleshanuhu. O ju që fen e shikoni vetëm tek falja e namazit dhe tek agjerimi, o ju që doni të bëheni besimtar sipas qefit dhe jo siç urdhëron Allahu xhalleshanuhu, okej, dakor, do të bëhesh si do qefi, se nuk ka imponim, nuk ka detyrim, nuk ka dhun, ama dije se edhe kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu do ta meritosh për aq sa për kushtim ke. Dhe se falja dhe mëshira e Zotit nuk tërhiqet sipas qefit tat. Ajo vjen aty ku ka urdhëruar Allahu xhalleshanuhu, nëse ti jep për kushtimin edhe jep me shpirt dorëzimin tek Zoti xhalleshanuhu.